normalisht me ligjet ekzistente në Kosovë, kjo si procedurë është ndaluar. Doktor, a bën ende kërkesat nga vajzat për rikthimin e virgjërisë? Kjo temë është mjaft delikate. Në fakt, ka kërkesat e tilla, fatkeqësisht, dhe normalisht me ligjet ekzistente në Kosovë, kjo si procedurë është ndaluar. Edhe mendoj që është ndaluar në këtë ligjet e botës, por megjithatë kjo gjë i shtyn shumë herë vajzat e reja, domethënë për shkak të presionit shoqëror që i dhon më shumë vlerë gjendjes fizike se sa asaj karakterit të asaj vajzën në këtë rast. Megjithatë, mendoj që këto kërkesa janë ekzistojnë, por që janë shumë delikate dhe si temë është mjaft shqetësuese dhe në këtë kontest duhet ma tepër si shoqëri t'i dhëmë më rëndësi dinjitetit, karakterit dhe zhvillimit social të asaj vajze se sa gjendjes saj fizike. Megjithatë, liritë e secilit person janë absolute dhe secili ka të drejtë të bëj çfarë të dojë, domethënë me vetveten e vet. Andaj këto kufizime mendoj që janë shqetësuese edhe këto kërkesa janë Po bien pak a shumë ndesh. Bien ndesh, domethënë me gjendjen e përgjithshme. Megjithatë, vlerësimi, prapë them që vlerësimi shoqëror duhet të vlerësohet gjendja domethënë e zhvillimit të karakterit, gjendja e saj sociale, se sa gjendja e saj fizike.